është një president qesharak dhe është një zgjatim i pastër i pushtetit, të gjithë pushtetshëm të kryeministrit të Republikës Kryeministrore të Shqipërisë. Dhe patjetër ka bërë detyrën që ja ka caktuar vetë partia e tij. Që të kaloj në kaq nonsense ligjore kushtetuese nuk ma kishte marrë kurrë mendja që presidenti i Shqipërisë mund ta bënte. Pra, kjo e tëra është një luftë, betejë PR-i që Edi Rama të marrë titujt e mediave ndërkombëtare, se për mediat shqiptare s'është se i intereson shumë. Por kur nuk e ka bërë dot akoma shtetet më të zhvilluara të botës që prodhojnë inteligjencën artificiale, që kontrollojnë etikën e inteligjencës artificiale, që kontrollojnë dhe kualitetin e inteligjencës artificiale, por edhe e dinë se deri ku shkon ligjërisht përgjegjësia e inteligjencës artificiale, normalisht që kjo thjesht është një fiasko të cilën ajo ministri s'ka për të ekzistuar kurrë, por do jetë thjesht një kakofoni e shpërndarjes së punëve publike që mos të ngelet përgjegjësia të asnjë individ me kocka mish dhe gjak. Pastaj, për të shkuar drejt dekretit presidencial, patjetër që këtu do ngelet një turp i radhës, si atij presidenti që i përulet në çdo mundësi të dhënë kryeministrit të Shqipërisë.